Dita ndërkombëtare e gruas 8 marsi shënohet çdo vit me shumë dashuri, respekt dhe mirënjohjeje. Një nga mënyrat më të zakonshme për të shprehur këtë vlerësim janë lulet, të cilat në këtë periudhë bëhen dhurata më e kërkuar për nënat, bashkëshortet, motrat dhe koleget. Në lulishtën që vizituam sot, përgatitjet për këtë fest kanë nisur prej ditësh. Buqetat shumë ngjyrëshe dhe aromat e luleve pranverore japin hapësirës një atmosferë festive. Sipas Anës, e cila merret prej vitesh me këtë biznes, interesimi për blerjen e luleve rritet ndjeshëm në prag të 8 marsit. Ajo thosë se çdo vit klientët kërkojnë mënyra të veçanta për të surprizuar gratë e rëndësishme në jetën e tyre. Sot lulet që dhurohen më shpesh për ditën ndërkombëtare të gruas janë trëndafilat, të cilët simbolizojnë dashurinë dhe mirënjohjen. Pas tyre vijnë tulipanët, që simbolizojnë pranverën dhe butësinë. Orkideja konsiderohet si një lule më e gjatë dhe më luksoze, ndërsa dhurohen edhe gerberat dhe mimozat. Në disa vende, si për shembull në Itali, mimoza është lulja zyrtare për ditën e gruas. Oficialen cvet za denot na ženata. Najsilniji simbol Simbole më i fortë i ditës ndërkombëtare të gruas është karanfili. Karanfili i kuq simbolizon forcën, luftën dhe të drejtat për barazi të gruas. Pravata na jednakost na ženata. Sa i përket ngjyrave, trend këtë vit disa prej tyre nuk dalin kur nga moda. Trëndafili i kuq gjithmonë mbetet në trend, por aktualisht shumë të kërkuara janë ngjyrat pastel, si roz pastel, lejla pastel dhe e verdha e butë. Këto janë ngjyrat që mund të kombinohen me përzierjen me lule të ndryshme për të krijuar një buqet të bukur dhe të butë. Ndër lulet më të kërkuara mbeten trëndafilat, tulipanët dhe mimozat, të cilat simbolizojnë dashurinë, respektin dhe mirënjohjen. Sipas saj, përveç bashkëshortëve, shumë shpesh janë edhe fëmijët dhe kolegët, ata që zgjedhin të dhurojnë lule për të shprehur vlerësimin e tyre. Sasinë më të madhe të lulave e blen kompanitë dhe kolegët. Zakonisht në sasi më të mëdha, për shembull, nga një lule për secilën. Bashkëshortët apo partnerët zakonisht blejnë buqeta më emocionale, më të pasura dhe më elegante. Fëmijët që blejnë lule për nënat, gjyshet apo mësueset zakonisht zgjedhin buqeta më të thjeshta sepse sasia është më e madhe dhe kështu e kërkon tradita. Buqeta më e përballueshme për 8 marsin është ajo që kombinon lule klasike dhe të njohura, si për shembull trëndafila, tulipan dhe gerbera, të cilat simbolizojnë butësi, ngjyrat e forta dhe të ngrohta si dhe vëmendjen. Për ata që ende nuk kanë vendosur se çfarë duhet ju dhurojnë më të dashurve të tyre, do të rekomandoja një buqet ose një aranzhim të bukur me lule. Për bashkëshortët do të rekomandoja trëndafilat të kuq, si dhe nuanca të ngrohta të kuqe që shprehin dashuri. Ndërsa për nënat, të afërme dhe mikeshat, do të rekomandoja ngjyra pastel si roz, lejla, krem dhe kajsi, të cilët japin gjallëri, butësi dhe vëmendje. Të gjitha zonjave dhe grave, uroj ditën ndërkombëtare të gruas, 8 marsin. Pavarësisht formës të dhuratës, mesazhi që përcjell 8 marsi mbetet i njëjtë, respekti dhe mirënjohja për rolin dhe kontributin e gruas në familje dhe shoqëri. Ndërsa raftet e lulishtës mbeten me buqeta të gatshme për të dhuruar, mbetet e qartë se një lule e vogël shpesh mjafton për të sjellë një buzëqeshje të madhe në këtë ditë të veçantë.